Sot u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak sipas pikave të rendit të ditës që u miratuan me shumicë votash. Që në nisje të mbledhjes, kryetarja e Bashkisë Eriselta Sefa foli për miratimin e auditit për 2 SHA-t për vitin 2024, tregu i frutaperimeve dhe klubi i futbollit Lushnjë. Ajo kujtoi që procedura për privatizimin e klubit është hedhur 2 herë, por nuk ka patur oferta, kështu që do vazhdojnë me fazën e 3 në qershor. Nga e bashkisë është hedhur 2 herë, sepse besoj që është një interes tuaj por edhe të gjithë shpordashve, është hedhur 2 herë procedura e privatizimit, nuk ka pasur asnjë kërkesë deri tani, dhe sipas ligjit do të vazhdojmë me fazën e 3, e cila do të fillojë në muajin qershor. Të shpresojmë që të ketë kërkesa në mënyrë që jo vetëm të iki një shpenzim shumë i madh në buxheti i bashkisë, por patjetër që kemi mundësi të ngrenë një ekip ashtu siç e duan dhe sportazhët e Lushnjës. Pas një vit që janë bërë investime në fushat e me mbjellje bari, me mbjellje. Për të bëni shumë punë, por për të mirëmarrë punë. Nga ana e bashkisë nuk është marrë në dorëzim. Fusha e stadiumit u ribë dhe një herë nga federata dhe sapo ka përfunduar së trajtuari dhe mbjelljes së barit dhe më pas tani do të vazhdojnë me fushën tjetër. Pra nuk janë marrë në dorëzim nga institucioni i bashkisë dhe janë duke u ribërë dhe një herë nga e para nga federata bashkë me kompaninë e cila po zbaton punimet. Më pas diskutimet u përqendruan tek 2 pika të rendit të ditës. Miratimi i prishjes së objektit ekzistues Shkolla e Mesme fshati Hyzgjokaj dhe ndërtimi me të njëjtin emër Shkolla e Mesme në të njëjtin vend, si dhe përmirësimi i infrastrukturës në zona informale që janë në proces legalizimi, si dhe në zona banimi me mungesë shërbimesh Lagja Gafurmuço. Nisu nga fakti i rrezikshmërisë që paraqet ky objekt, mbasi janë bërë edhe studimet përkatëse nga ana e stafit teknik, ne hartuam një projekt për ndërtimin e shkollës dhe spostimin e sheshit të ndërtimit të saj, në pjesën ku sot është një hapësirë para shkollës, paraqitëm projektin ton pranë Ministrisë së Arsimit në momentin që ata bënte thirrjen, u shpallën bashki fituese dhe tani kemi paraqitur materialin i cili do miratuar në Këshill Bashkiak, si nga ana e fondit të Ministrisë së Arsimit, por duke qenë se dhe bashkia është bashkëfinancuese e këtij projekti, por patjetër dhe për vendimarrjen që duhet të prishim objektin ekzistues dhe më pas të fillojmë ndërtimin e një objekti të ri, duke qenë se është një shkollë e cila ka dhe një numër të konsiderueshëm fëmijësh, pasi është shkollë e bashkuar, pra ka dhe arsimin 9 vjeçar dhe arsimin e mesëm pjesë të saj. Ne miratuam në parim një vendim këshilli për bashkëfinancim në vlerën 9 milion lekë. Mbasi kaluam dhe fazën tjetër të vlerësimit, na është kërkuar nga Ministria e Linjës që ne të miratojmë dhe këtë vendim këshilli për të thënë se sa familje i vjen në ndihmë asfaltimi dhe urbanizimi i këtyre rrugëve. Prandaj kemi paraqitur në Këshill Bashkiak, pasi mbas miratimit të këtij materiali, ne do ta kalojmë në Ministrinë e Ekonomisë që më pas të vazhdojmë me fazat e financimit. Do të një sqarim sa për këtë pjesës tabelës. Të shikojmë këtu vlera për të gjithë është një lloj të ndryshme. Të shikojmë si ai që ka 180, si ai që ka 80, tu shuma është 531.325. Te kudëzimi përcaktohen edhe termat e referencës për familjet, por ne në këtë rast i kemi plotësuar se ne do të bëjmë rrugë. Pra ky program përfshin edhe urbanizimin e rrugëve në lagjet informale, por gjithashtu parashikon edhe rindërtimin e banesave të familjeve në nevojë, të cilat vetëm për këtë lagje. Kështu që kjo tabel ka qenë pjesë e udhëzimit për të përcaktuar se sa i takon të një familje në rast se ne do të përfshiheshim te programi i familjeve në nevojë për rindërtim, por nuk ndikon në vlerën e investimit të rrugës, sepse rruga do të investohet sipas vlerës që ka projektimi. Kundër abstenim, s'ka.